Cili është? Ore, po s'bëhe rrugën e koridorit 8, dhe po s'bëhe edhe hekurudhën madje që lidhe edhe me Kosovën, apo edhe me Malezi, çfarë funksioni realisht dhe vlerë shtuar do ketë ky port i ri? Nëse ti malli vjen, po nuk transmetohet. Do jemi në déjà vu me atë që ndodh sot Bunazë të Tiranës. E keni parasysh çfarë ndodh sot Bunazë të Tiranës? Sot hyn në Unaz në orën 4. Edhe s'del dot më. Dhe ato hinkrat e vogla të daljes, të duhet 1 orë me dal. E vërtetë është. Vërtet 3 korsi, dhe pastaj disa shtigje të vogla, nga 2 metra, 3 metra shtigje, me zor hyn makina mundësish atje. Dhe bllokohemi të tërë Tirana, bllokohemi duam 1 orë të dalim nga Unaza. Turp i madh. Turp i madh. Dhe atë cili është? Ore, kemi dhe shqetësimin e fundit fare që neve jemi i vend që pasurojmë të integrohet Bashkimin Evropian. Ne jemi i vend i cili klimën e biznesit e ka cop. Nuk ka raport ndërkombëtar që ta nxjerrë zi klimën e biznesit. Nga departamenti i shtetit, nga dhoma vetë, nga vetë dhoma amerikane, nga dhoma gjermane, nga dhoma italiane, nga operatorët e brendshëm, nga raportet e Bankës Botërore, klima biznesit në Shqipëri është nivelet më të ulta të mundshme. Jemi të fundit në rajon për sa i përket klimës biznesit. Të gjithë vendet e rajonit, Kosova, Maqedonia Veriut, Serbia, Slovenia, Malezi, Bullgaria, Greqia janë ku më mirë se ne. Tani na duhet që t'i vëmë akoma dhe gur të madh, të rënd, kësaj klime të biznesit, kur një projekt madhor siç është porti kombëtar dhe porti më i madh i Republikës së Shqipërisë, që do zëvendësohet të Durrësit, edhe ky është i veshur nga A-ja deri te Z-ja, në të gjithë hallkat e veta, me mungesë transparencë, mungesë gare dhe element të theksuar të monopolit dhe mos respektimit të ligjit dhe parimit konkurrencës së lidhur të ndershme. Pra do rëdoj akoma dhe më tepër figurën negative që fatkeqësisht ka ekonomia shqiptare, duke detyruar që ata pak investitorë të cilët kanë dëshirën të vinë në Shqipëri, ta mendojnë 3 herë para se të vinë. Neve nuk themi dot do të 13 vite një investitor të madh që të investoj 20-30 milionë euro. Nuk e themi dot, se nuk ka. Edhe ai ligji investime strategjike që u bë gjoja për ta, e keni parë që u përdor për klientelën qeveritare. Disa shqiptar të lidhur me qeveritarë që kanë marrë çdo investim strategjik. Në vend që të thitheshin investimet e huaja, ne investimet të huaja nuk kemi. Dhe vazhdojmë përdorim përsëri praktika të antikonkurrencës, kundër konkurrencës së të ndershme, kundra parimeve të tregut lirë, e përdorim edhe këtë projekt që është projekt madhor. Duke dhënë mesazh akoma dhe më të fortë të huajve që largoni nga Shqipëria, mos ecni fare në Shqipëri, as mos e mendoni, po shkoni zgjidhni vendet e tjera siç është Malezi apo siç është Greqia e kështu me radhë. Ndaj dhe dhoma amerikane të tregtisë shtyun e falenderoj si qytetar, po dhe si përfaqësues pastaj edhe i opozitës, e falenderoj për shqetësimet e veta që kanë ngritur. Pasi është konfirmimi i shqetësimeve që kemi ngritur edhe ne si opozitë. Këtu e muaj e vite më parë që u ka filluar diskutimi i këtij projekti. Por kur thuhet edhe nga autoritetet ndërkombëtare, sidomos nga dhoma amerikane, ajo pastaj arrit edhe besueshmërinë ndaj publikut, sepse gjithmonë mazhoranca është super e aftë të thotë, shiko se këta po e thon politikisht, shiko se këta e kanë për interesa politike, ndërkohë që koha ka treguar që gjatë këtyre 13 viteve çdo shqetësim që ne kemi ngritur, që nga kanabizimi i Shqipërisë, te blerja e votës, të tendere pagar, të shëndetësia braktisur, të shëndetësia pa ilaçe, të arsimtarët, të arsimi skandaloz, të pensionistët e lëm pas dorë totalisht, të harruar, të çmimet e larta, kështu me radhë, gjithmonë tezat tona fatkeqësisht janë vërtetuar dhe koha i ka vërtetuar. Edhe kjo është teza e radhës, e cila vërteton përsëri qëndrimet e opozitës, duke e bërë opozitën shqiptare, përsëris edhe një herë, e cila të flasë gjithmonë në interes dhe në zërin e të vërtetës. Ndonë se merr kohën e vet, por e vërteta gjithmonë zbardhet një ditë, dhe kjo duhet i bëj shqiptar që të reflektojë mjaft mirë, që të bëj të mundur gjithë bashkarisht në protestat kombëtare, siç është ajo datës 10, në protestat të mblidhemi, pasi po vidhemi, por avidhen rrugët që po shkërmoqen, po vidhet tashmë, sepse abuzimet përkthehen në vjedhje në Porto Romano, po vidhet buxheti i shtetit nga centimi vogël deri në miliardat e saj, po vidhet ekonomia shqiptare, është ekonomia jonë, e njerëzve, e familjeve tona. Është frigoriferi jonë i bukur, është tryeza jonë e tavolinës. Janë ilaçet për prindrit tanë, për fëmijët, për motrat, për vëllezërit, për burrat, për gratë, për ne vetë. Është shëndetësia jonë, cilësia jonë e jetesës, nuk e lëm fatin ton në dorë më, një grusht i njerëzve që tashmë është vërtetuar, nuk janë më aludime, është vërtetuar
që kanë abuzuar dhe vazhdojnë të abuzojnë, që ndonë se hedhi lotë krokodili si të pafajshëm, ne e dim shumë mirë, të vërtetuar me transkripte, të thëna vetëm nga goja tyre, se si qëndron e vërteta, që kanë abuzuar me miliarda e miliarda euro gjatë tyre viteve. Kështu dhe ndalemi sepse gjithashtu thirrje për qytetarët të bashkohemi në protestë, të bëjmë largimin e qeverisë aktuale, të vëmë qeverisën tranzitore disa mujore për krijimin e kushteve për zgjedhje të lira të ndershme dhe pastaj në zgjedhje normale, të paktën në kushte si të Kosovës, qytetarët të zgjedhin alternativën më të mirë, për cilën unë jam i bindur që sot alternativa më e mirë